Median po fajson, kështu më duket mua, apo jo? Po tani, është një, shiko, edhe besoj media ka shumë përgjegjësi në këtë. Edhe mënyra e financimit të medjave ka shumë përgjegjësi, sepse kjo vjen edhe kur për shumë kur flitet për kronikën e zezë. Unë shoh që hap lajmet në Shqipëri dhe aty klikohen, të gjërat që klikohen më shumë janë gjëra të vra, dhe kjo është model sepse kjo prodhon fitim. Kështu që këto klikohen, këto lajme prodhohen, se këto lajme pastaj përsërisin njëri tjetrin dhe ti duhet mendosh edhe impaktin kulturor të lajmit. Duhet mendosh, çfarë i bën kjo mentalitetit një shoqërie kur normalizohet vrasja. Dhe kur njerëzit shkojnë dhe konsumojnë vrasje, ose konsumojnë vjedhje, ose konsumojnë drogë, konsumojnë banda. Tani, unë nuk them që këto nuk ekzistojnë në Shqipëri dhe që nuk janë këto fenomene dhe që nuk duhet t'jepen në lajme. Po si ka mundësi që është vetëm kjo? Unë vi këtu, bëj debate libra, shtakoj të ri, fantastik. Kam diskutime shumë interesante, lexojnë ato, më japin ide, më bëjnë kritika që më bëjnë të mendojnë. Është një kontekst shumë interesant dhe edhe kjo reflektohet edhe kjo të debati. Pra, pyetjet që marrin atë rinj në Shqipëri janë ndryshe, sepse janë në një kontekst tjetër dhe i shohin gjërat ndryshe. Ne pse këto nuk i shohin në media? Unë i shoh vetëm kur i takoj, kur shkojnë nëpër shkolla, kur vinë nëpër konferenca, kur i takoj jashtë, kur bëj prezantime librash, ku janë gjithë këto njerëz që kanë gjithë këto diskutime interesante, si ka mundësi që mos reflektohet fare? Them që ka diçka të bëjë ai modeli biznesit dhe i financimit të mediave, po edhe i shoqërisë në përgjithësi. Për të parë programin me Mbrëma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.